Ish banorja e Big Brother VIP Kosova 3, Gjeneta Fetau, ka komentuar thuajse të gjitha situatat e gjestit në Big Brother të Shqipërisë. Si opinioniste në e diell, ajo ka dhënë mendime në lidhje me të gjitha dinamikat në shtëpinë e famshme. Në një nga deklaratat, ajo thotë se nuk do të flasë më për ta, përmendur faktin që e kanë shqetësuar vazhdimisht. Unë e kam thënë dhe po e përsëris sërish, disa nga njerëzit nuk e kanë kuptuar që unë këtu jam në punë. Unë po flas për herë të parë dhe të fundit në raport me ata të dy për lidhjen që kanë. I uroj vetëm sukses e i them të gjithë rrethit të tij të më lënë të qetë, sepse nuk më ka lënë edhe pas Big Brother njerëz që punojnë me gjestin, u shpreh ajo. Mëtej Gjeneta tha se njerëzit e gjestit e kanë kërcënuar edhe familjen e saj për paraqitjet që ka bërë. Shpresoj të më lënë mua dhe të gjithë familjen time të qetë. Familja ime ka qenë shumë e shqetësuar gjatë gjithë kohës, kanë marrë kërcënime përse vazhdon ajo flet për të. Kështu që unë them që të vazhdoj të jem këtu me punë të reja dhe jo të flasim më për Big Brother, theksoi ndër të tjerat Gjeneta. Kujtojmë se Gjeneta Fetau ka qenë në lidhje me gjestin gjatë periudhës sa ishin në Big Brother të Kosovës.